رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanu. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga Allahu xhaleshanu falë dhe i kërkojmë. Salavat dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkë sonte ve emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu Al-Malikju. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu Al-Malikju në gjuhën tonë e ka domethënien mbrojtësi ose përkujdessi i cili i do dhe i bën që të fitojë të dashurit e tij ndaj çdo armiku. Njeriu si krijes e tij ka nevojë të padiskutueshme për Allahun xhaleshanuhu. Njeriu ka nevojë që dikush ta mbrojë, ka nevojë për Zot dhe për atë i cili do t'i nxjijë trimëri, ta ngushëllojë, t'i japë forcë dhe t'i japë ndihmë. Allahu xhaleshanuhu është një dhe fuqiplot. Në surën Ash-Shu'ara, ajeti 9, Allahu xhaleshanuhu thotë: Huwal Malikju, Allahu është ai mbrojtësi. Allahu është mbrojtësi i vërtetë. Allahu xhaleshanuhu i mbron robët e vet nga të gjitha fuqit e të keqës. Kurse në surën Al-Baqara ajeti 257, Allahu xhaleshanuhu thotë: Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është mbrojtësi i atyre që besojnë atë. Allahu është ai i cili i nxjerr ata nga errësira në dritë. Që do të thotë se Allahu xhaleshanuhu është i dashur i atyre që i besojnë. Sepse ata e kanë zgjedhur Allahu xhaleshanuhu si të dashurin e tyre, si mik i tyre. Ata e kanë pranuar Allahu xhaleshanuhu dhe janë të kënaqur me Allahu xhaleshanuhu. Në jetë e kanë vendosur që tjetë Allahu xhaleshanuhu kujdestar i çështjeve të tyre. Ata asnjëherë nuk largohen nga lartëmadhëria e Allahu xhaleshanuhu. Dhe ata e shijojnë këtë emër të bukur të Allahu xhaleshanuhu Al-Malikju, i cili është mbrojtësi, i cili është përkujdesësi i robërve të tij. Allahu xhaleshanuhu në surën Ali Imran ajeti 160 thotë: In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Në qoftë se Allahu xhaleshanuhu ju ndihmon, askush nuk mundet juve t'ju mposhte. Është e vërtetë nëse Allahu Dhul Jalal
është ai I cili në ndihmon, nuk ka shans dikush me na poshtë. Po nëse Allahu xhaleshahu nuk është Zoti në praktikë neve, na largon neve, a mund dikush që të ndihmojë këtë situatë? Gjithsesi, nuk ka shans dikush në ndihmojë nëse Allahu xhaleshahu largohet prej nesh. Nëse Allahu xhaleshahu na jep fitoren dhe ndihmën e Tij, atëherë askush nuk mundet në poshtë. Edhe si kur të mbledhen kundër nesh gjithë njerëzimin, nga gjitha skajet e globit, me të gjitha përgatitjet dhe arsenalin e tyre ushtarak mendor apo fizik. Sepse askush nuk mundet ta mposhtë Zotin e gjithësisë, Allahu Dhul Jalal. Si mund të mendojë diçka e tillë kur Allahu xhaleshahu është sunduesi I botave dhe gjitha krijesat janë dorën e Tij. Asnjë krijesë nuk mund të lëvizë, nuk mund të rrije pa dijen e Allahu xhaleshahu. Mirë po nëse Allahu xhaleshahu e braktis një rob, dhe ai rob mbetet thjesht pa përkrahje. Në surën Al-A'raf, ajeti 196, Allahu xhaleshahu thotë: Inna waliya Allahi alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Vërtet, mbrojtësi, mbajtësi, ushqyesi është Allahu I cili ka shpallë librin, dhe I mbron dhe I ndihmon ata të cilët janë të drejtë. Secilit prej nesh vëllezër të ndershëm besimtar, na mjafton si mbrojtës ta kemi Allahu xhaleshahu, sepse tek Allahu xhaleshahu duhet të jetë strehimi jonë. Besimtari dhe besimtarja strehimin e kanë tek Allahu xhaleshahu. Në çastet kur pejgambert Allahu xhaleshahu e kanë shiju këtë emër të bukur të Tij, kemi shumë raste në mesin e tyre, Hudi alayhis salam, I cili I tha popullit të Tij që ti besojnë Allahu xhaleshahu, I ftoi ju bëni thirrje që ti besojnë Allahu xhaleshahu, që ti praktisin idhujt e tyre të cilët ti besojshin me në ato. Ata I drejtuan Hudit alayhis salam me këto fjalë I thanë se ne themi se do njëri prej juve tanë e ka godit ndonjë e keqe. Atëherë Hudi alayhis salam I tha: unë e kam dëshmi Allahun xhaleshahu, por dëshmoni edhe ju që unë e distancohem nga idhujt që ju I adhuroni. Lidhuni të gjithë me komplote kundër meje e mos jepni asnjë afat. Gjithashtu, kemi rastin e Ibrahimit alayhis salam, I cili kishte nevojë për ndihmën e Allahu xhaleshahu në momentet më kritike të tij. I vjen Xhibril alayhis salam dhe I thotë se a kje ndonjë nevojë, a do të më ndihmu me diçka. Në të qaste kur ka hall njeri, në të qaste kur ka dert njeri, ju drejtu Ibrahimi alayhis salam të disa dyshin të hudhin në zjarr, tha: nuk kam nevojë për ndihmën tënde, kam nevojë për ndihmën e Allahu xhaleshahu. Ti s'ki nevojë me ndihmën mua, po ndihmë pres vetëm se prej Allahu xhaleshahu. Gjithashtu transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa ishte duke pushuar në një hije, erdhi njëri I cili e kërcënoi me shpatën e tij. Dhe I tha se kush mund të tash me çpotu ti tash një dorën tënde. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte pa. Masalena ishte duke pushuar ishte I shtrin.
dhe qafa. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i bindur, shumë i qetë. Në drejtu dhe i tha Allahu. Në atë moment që e përmendi fjalën Allah, ki njeri i cili donte ta sulmonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në dritë dora dhe i ra shpatën në tokë. Vetëm se përmendi fjalën Allah, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fort mirë e di se Allahu xhaleshanuhu është el-Velik, është mbrojtës. Dhe këtë bindje, kur ta kemi se cili prej nesh vëllezër të ndershëm besimtarë, çdo moment se do të kemi punë si duhet të jetën tonë. Dhe thash po vëllezër të ndershëm besimtarë, Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet këtij emri të bukur të tij, na mëson që ne t'i djekim shkaqet që Allahu xhaleshanuhu na mbrojë neve, na ruajë neve. Prej shkaqeve që i ka dhënë dietarët islam për me na ruajë neve Allahu xhaleshanuhu është e para besimi, e para imani. Që njeriu të jetë i mbrojtur nga ana e Allahu xhaleshanuhu, ai duhet gjithsesi të ndërmorë shkaqet e kësaj gjëje. Dietarët e fesë islame thonë, një besimtar është i mbrojtur nga Allahu xhaleshanuhu varësisht nga imani i tij që e ka, varësisht nga besimi i tij që e ka. Imani është punë e madhe në Zotin e dashur besimtar. Sa më të fortë që kemi imanin, aq më tepër neve na mbrojë Allahu xhaleshanuhu. Mi po imani ka di Zoti tjetër në zemrat tona. Ata e kontrollojnë me Zotin. Ata e shikojnë me Zotin. Ata e din me Zotin se çfarë gradë të imanit kemi ne. Bas gradave të imanit është edhe ndihma e Allahu xhaleshanuhu. Po edhe sprovat e Allahu xhaleshanuhu kur i kemi shpjeguar, Allahu xhaleshanuhu i sprovon robët e tij që kanë besim, që kanë iman. Mas shumë që kanë qenë të sprovuar pejgamberët e tij. Po ma i sprovuar me pejgamberët ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas tij janë ata të cilët kanë besim, kanë iman. Sepse nëpërmjet imanit, nëpërmjet besimit, nëpërmjet sprovave, pastrohet imani jonë nga tmetat tona, nga mëkatet tona, nga lëshimet tona. Dhe prej shkaqeve që Allahu xhaleshanuhu do të na ruajë neve është besimi jonë. Në besimi me çka ruhet? Ruhet me ibadet. Besimi nuk ruhet me muhabet. Besimi nuk ruhet me çajtor. Besimi nuk ruhet me restoran. Besimi nuk ruhet me llafet kota. Besimi imani nuk ruhet me thashëthanë. Besimi nuk ruhet me i thonë vllavit kështu motrës ashtu. Besimi nuk ruhet me pallavra shku të shqip ta foli këtë fjallën që e përdormi në. Besimi, imani do vepra o lëzër. Imani do njerës pasër. Nuk do njerës djanshëm. Nuk do njerës hem ashtu hem kështu. Dhonë, besimi do tjetë i kjo. Në ledhine kalu Rabbun Allah, thunë së kalu. Me të vërtet, ata të cilët thënë se Zotë jonë është Allahu xhaleshanuhu, ama qëndrojnë mas asaj që ka thënë. Jo vetëm se Zotë jonë është Allahu dhe usos, jo, të të me qëndru. A ki thonë se Zotë janë është Allahu. Atëherë ti du t'jesh nga ata të cilët i qëndrojnë pas kësaj fjallë, pas kësaj thonë. Me qka? Me namaz, me Ramazan, me haqë, me zeqat, me sadakat, me një punë të mirë, me një punë të hajrit, me vizitën e plakit, me nderimin e nanës, me nderimin e babës, me nderimin e bijave. Kto është imani o vëllezër të dashur besimtarë. Tu qëndron besimi. Jo, unë jam besimtar më vetë që të përzina me kërkanë. Vetë. Sa është iman kjo? Kjo islam nuk është, kjo ti me ki gjeti këtë islam. Jo, thashë dhe një natë vëllezër të dashur besimtarë. Nuk mund në me pas një islam se cilën veti që është në tekët neve. Unë e shoh shpesh edhe për falën.
vinë të xhamia, që ta që dhe falin namazin e akşamit me siguri. Unë ju thash në ato dhe se të moka. Ju thash se namazi e akşamit falet me takbir. Derisa e para pami, jo kur të ndekët me. Më thonë, këtë gjithë orës që e ka shti muftinia e shkupit e ka po lehtësim për neve, ama jo me namazin të falin këtë vinë xhamia që ta shti. Kur të ndekët me. Ose dikushi, jashtë Ramazanit, qohët në 12 ditë sa ka fali sabatin. Kër ki gjithë batë sabatin, ku eksiston e sabatin? Ose do të qohën 10 sabatin, nga ka fali namazin e sabatin. Ja, i nuk ka namaz sabatin. Ata ti e ki shpikë. Namazin e sabatin ka caktu zonë. Edhe të drejtës, edhe të qenjës, edhe të akshamit, edhe të jacimës. Ka caktu me zotin, në shije ti dhe onë me ndërhim këto. Pasaj të shkatim që Allah Gjeleshanu në rruje, është namaz. Zotë Dhul Gjelali në surën Al-Ankebut, ajeti 35 dhe nënë dhe thotë: Inna salate tërha al-fahshai vel-munkar. Vërtet që namazit ruan nga shturja dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Hajde pak që të menojmë këtë bashkarisht. Namazi duhet me na ruajt nga veprat e liga, nga veprat e shëmtuar. Asu Allahu ka ndikuar që namaz të na që të largohemi prej veprave të këqija. Në rast se nuk ka ndikuar, mojnë e merë që këtatë. Namazi jo në shkotë. Me plot përgjithësi e thonë. Në rast se namazi jo nuk në nalë neve për drogës, nuk në nalë neve për rakijës, nuk në nalë neve për zinojës, nuk në nalë neve për vjedhës, formalitete kemi namazë. Veç fiskulturi mi të po vllajnë në rrë. Namazë që këtë qëllim e ka, nëse të ndashëm të se thonë. Në nalë për i punë me liga. Në rast se namazë ti s'ka nalë mos me po shpionosh. Ko të kje e këtë namazë ti. Të vetëm i të e po edukat fiziki i të po. Fiskulturi të po. Dhe për i shkaqeve që Allah Gjeleshanu në rruje është namazë. I lumja i cili e pa këtë namazë, ashtu si shta përositë Allah Gjeleshanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njoni për i ulemane, për i tjetarë, i cili quhet i Ibn kur e komenton këtë ajet kuranor thotë kështu: qëllimi se pse është veçuar namazi me rujtje e mbrojtje të besimtarit është se kur besimtari dhe besimtarja e falin namazin në mënyrën e plotë, në mënyrën e duhur, atëherë forcohet dëshira e tij për mirën, dobësohet fuqia e tij për keqen, shtohet imani i tij, shtohet besimi i tij. E këta janë faktorë që ai mund ta lojë keqen e të largohet për gjithmonë për të keqës. Në rast se të largohet për të keqës, Allah problemi këtë namaz. Problemi këtë namaz. Së cili le ta kontrollon me vetën e tij. Nuk mund, edhe s'kemi të drejtë as kushi për nesh, duke fillu pitonë, i thonën ti ose ti, vetës. Na krejt kemi punë me vetën tonë. Kretë për fjallë ja thënë vetës tonë. Sot ja thëmë asë filonit asë fistekit, vetës. Në rast se mu, nuk më largon namazin nga veprat e liga. Namazin janë është vishë fiskotur. Pastaj, prej shkatëve që Allah Gjeleshanu nuk në rruje është dhikri, përmendja Allah Gjeleshanu. Sa më shpesh vëzër në mokra të ndërrutë. Ta përdor një dhikri. Sa më shpesh ta mësojmë gjuhën tonë me dhikr. Ti mësojmë vllatë tonë me dhikr. Jo ti mësojmë fjalë liga vllatë tonë. Siç po ndodh, gëzohemi kur një fëmijë i vogël e përdor një llaft keq, krejt zërrimi të kesh, knashmi të kesh se çka ka bërë. Ki islam, ki imam, në këtë Ramazan, jo mos sa është në vetën tonë, ti pi vetës ma shpërës e të nëshën në tonë. Dhikri dhe jashtë Ramazanit është i nevojshëm dhe është i lefshëm. Po në Ramazan këmi thonë se shumë shtishohën se vapët e tonë. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, shumë dhikri tjera. Mësoj e gjuhën tonë. Kur ta mësoj gjuhën tonë, Allah i dërua. Allah i nuk shkon menja
mija me folë për të me mëson gjuhën tonë, me qame, me thashëtane, me mashrime, zemra e vjen ata që janë mrejna. Dhe këtë zemrë du të kastroj me veprat mira, me bukë mira. Dhe Zotë Gjellëshanu që ke emër i bukur i ti, El Melik, mbrojtësi, qëtë në zemrat tona, ta kuptojnë mirë këtë emër të bukur të ti, dhe në jetën tonë të punojmë ashtu, si që ta mëson këtë emër i bukur i ti, dhe ta kemi gjithmonë këtë emër, si se dhe që shkak që ne ta ndryshojnë dhe vetën tonë, në jetën tonë atë ndryshojnë, dhe Zotë Gjellëshanu që i batit e tona të planon, dhe alhamdulillahi rabbil alamin. رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك